Pas 23 qershorit mbi 20 ndërtime pa leje në qytetin bregdetar të Sarandës. Këtë fakt e bëri publik dje kryebashkiaku i Sarandës, Stefan Çipa, i cili doli para mediave për të denoncuar fenomenin këtë sezon turistik. Ai u bëri apel qytetarëve, por edhe firmave të ndërtimit, të ndalojnë ndërtimet e paligjshme, pasi ato do të shemben. Është hequr monitorimi i skafeve, por jo ai ndërtimit pa leje e pa ligj, aq më tepër në kohë vere, kur duhet veprojë monitorimi i betonierave dhe çekiçeve, u shpreh Çipa. Sipas tij, tërë strukturat e bashkisë në bashkërëndim me ato të Inukut, komisariatin e policisë janë në këmbë dhe nuk do të lejojnë që situata të përkeqësohet. Gjatë këtyre ditëve, pas 23 qershorit, duke menduar se vendi është pa qeveri dhe pa shtet, jemi përballur me shtesa katësh, shtesa anësore, në përpallate me objekte që ngrihen mbi kolektor e sisteme kanalizimesh të ujrave të bardha e të ndotura. Janë të shumta pikat ku sidomos natën, por edhe ditën hidhen kolona betoni, e ngulën çadra e shezllon në plazhe. Dhe gjitha i kemi të evidentuara, por i vetëm policia bashkiake, por gjithë strukturat e bashkisë janë në këmbë. Shpesh na është dashur të debatojmë fort me këta njerëz që kanë vendosur të ngrenë ndërtimet duke injoruar e sfiduar ligjin, dhe ne që jemi në mbrojtje të ligjit dhe të Sarandës nga kaosi urban, u shpreh kryebashkiaku. Ai theksoi se në këtë dalje publike kërkon të gjithë atyre që të ndërmarrin aventura të tilla në fushën e ndërtimit të tërhiqen. Kjo është më mirë për qytetin, por dhe më të mirën e tyre. I siguroi se çdo metër kub beton dhe çdo metër katror sipërfaqe ndërshtuar në këtë ditë apo zaptim plazhesh do të jetë në goditjen e rrep të ligjit dhe përpasojët do të jenë jo vetëm financiare, por do të shoqërohen me penalizime të tjera. Ai shtoi atyre që shkelin këtë pakt bashkëqeverisës me qytetarët. Do të kujtoja se është hequr vetëm monitorimi i skafeve, por jo monitorimi i vendosur në punën e betonierëve dhe çekiçve. Nuk jemi për ta shëmtuar qytetin, por për ta zbukuruar atë dhe jetën e banorëve, pushuesve e kujdo që preferon Sarandën këtë verë.